Kosova shkon në zgjedhje të reja të përgjithshme dhe për të folur mbi situatën atje kam të ftuar në një lidhje direkte Grit Roy, pedagog në Universitetin e Kyunit në New York. Griti, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Si u duk mos zgjedhja e presidentit dhe vendimi i klasës politike të Kosovës për ta çuar Kosovën vetëm 4 muaj dhe një herë në zgjedhje të përgjithshme? Ishte një vendim i pritshëm nga zhvillimet e mëparshme në Kosovë. Ishte e dukshme që palët nuk ishin për të rënë dakord për zgjedhjet e strukturës institucionale. Pra ishte një rrugtim që ishte përvijuar prej shumë kohësh. Nuk mund të them që ky është një rezultat që i shërben Kosovës, përkundrazi është një rikthim në zgjedhje që i vlen të ashtu quajturës ushtrim demokratik, por që nuk i shërben Kosovës në këtë pikë. Ajo që do t'i shërbente Kosovës në këtë pikë do t'ishte një qeveri e bashkimit kombëtar, e shpëtimit kombëtar, me pjesëmarrje nga të gjitha forcat shqiptare për t'i vënë ballin problemeve me të cilat përballet Kosova dhe të gjithë shqiptarët sot, dhe për të garantuar fitoret që ka populli i Kosovës, që i ka marrë populli i Kosovës me luftë, për t'i garantuar në të ardhmen e afërt, të mesme dhe të largët. Fatkeqësisht, e gjithë klasa politike në Kosovë nuk arriti të ngrihet në lartësinë e duhur, dhe tani më do të shkojmë në zgjedhje ku rezultati do të jetë një rezultat i pritshëm, i ngjashëm me atë të mëparshëm. Griti, vetëm duket se pjesë e këtyre zgjedhjeve do jetë edhe Vjosa Osmani tashmë si garuese në zgjedhje. Sa do ndikoj kjo në rezultatin e përgjithshëm të këtyre zgjedhjeve? Ajo do të varet nga aftësia e vot mbledhëse, të themi kështu, e ish presidentes Osmani. Siç e kam thënë dhe më parë këtu tek ju, presidenti Osmani kishte marrë një rol të rëndësishëm në raportet e Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ndoshta ky ishte edhe fundi i saj politik në atë post ku ishte. Zonjës Osmani tani më do t'i duhet të përballë forcat brenda për brenda disa rrjeteve nga të cilat ajo ka dalë, që janë rrjetet e LDK-s, dhe do të ketë pra një përplasje më të fortë brenda për brenda këtyre rrjeteve. Megjithatë, unë nuk mendoj që pjesëmarrja në zgjedhje e zonjës Osmani do të bëjë një dallim shumë të madh. Përplasja në Kosovë, me sa duket, është e qartë, ka qenë e qartë prej disa kohësh. Janë rrjetet ish-titiste, të ish-zyrtarëve titistë, të cilët marrin pjesë në disa nga partitë që janë edhe në partinë në pushtet, dhe pjesa tjetër e popullsisë që është ajo që mbështet partitë e dalën nga lufta, të ashtu quajturin krahun e luftës. Kjo do të jetë përballja. Edhe një herë, për mua është një fatkeqësi, nuk ka në një gjyrulldi kaq të madhe sa po bëhet në Kosovë, nuk ka asnjë palë që nuk ka faj, gjitha palët kanë fajin e tyre, por siç e kam shprehur këtu më parë, është e pakonceptueshme për mua që shteti i Kosovës nuk kërkon lirimin e komandantëve të UÇK-s, është e pakonceptueshme për mua që ish presidenti i Kosovës mbahet sot e 5 vjet në burgim, në paraburgim të paligjshëm nga një gjykatë e paligjshme. Është e pakonceptueshme për mua që të vijoj i ashtu quajturi proces demokratik në Kosovë, duke pasur këto lloj problemesh në qendër të vëmendjes së popullsisë dhe në qendër të vëmendjes së mediave. Pra, mendoj që është një ushtrim demokratik i cili nuk do të shërbejë shumë, thjesht ka zgjatur procedurën, ka zgjatur procesin, e ka vendosur Kosovën në një pozicion më të vështirë se sa ishte përpara gjithë këtyre palë zgjedhjeve, fatkeqësisht, dhe do ta përballë Kosovën me probleme edhe më të rënda, fatkeqësisht, se sa i kishte përpara se të ndodhin të gjitha palët e zgjedhjeve. Siç dihet, rezultati ka ndryshuar, po jo shumë. Dihen raportet e forcës, siç janë sot për sot,
populli i Kosovës ja dha vetëvendosjes besimin për të qeverisur, do duhet kishte gjetur një marrëveshje institucionale për të mirën e Kosovës, për të mirën e kombit shqiptar, siç e thash më parë, për një qeveri të shpëtimit kombëtar, quajnit bashkimit kombëtar, të çfarëdo lloj emërtimi që t'i japim, po do të ishte një qeveri që të merrej thjesht e pastër, jo me politikë për 50 vitet e ardhshme, po të merrej me statusin e Kosovës, me marrëveshjet dhe të merrej me raportet e Kosovës me komunitetin ndërkombëtar dhe veçanërisht me aleatët, në mënyrë që marrëveshjet që po përvijohen të jenë thelbësisht, të ruajnë thelbësisht dhe ndoshta edhe të përparojnë agjendën që kanë shqiptarët në Kosovë e më gjerë. Gridi, sa gjasa ka që Hashim Thaçi të lirohet nga gjykata e Hagës dhe të jetë pjesë e këtyre zgjedhjeve, ndoshta të rikthehej dhe si kryeministër? A është një skenar i pranueshëm, le të themi, ose i realizueshëm? Po më kërkon të bëj Kasandrën dhe unë nuk jam fort i prirur të bëj Kasandrën, por nëse do të spekulonim, do të thoja që raportet që ka pasur ish presidenti Thaçi me administratën Trump të bëjnë të mendosh që diçka mund të lëviz. Megjithatë, për mendimin tim kjo shkon përtej asaj që është personi ose personazhi ose njeriu Hashim Thaçi, mendoj se shkon drejt parimit që institucionet e Kosovës të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, cilat do qofshin gabimet politike që mund të kenë bërë njerëzit më mbrapa. Njerëzit janë njerëz, të gjithë, edhe komandantët janë njerëz, dhe nëse kanë bërë gabime politike, ato janë gjitha të gjykueshme brenda për brenda kontureve të kombit shqiptar, brenda për brenda kontureve të gjykatave në Kosovë, dhe jo një gjykatë fars pa asnjë lloj legitimiteti, e cila mban peng një pjesë të komandantëve të UÇK-s, ndër të cilët edhe një ish funksionar të partisë vetëvendosje, kështu që është tërësisht e habitshme për mua dhe e pak konceptueshme dhe e pak kuptueshme, madje do thoja e pafalshme, që shteti në Kosovë nuk i vendos shpatullat kësaj kauze. E kam thënë dhe më parë, kryeministri Albin Kurti ka legitimitetin në popull tani më shumë të fortë, shumë të madh, ka mbi 50% të popullsisë Kosovës që e voton, dhe duke qenë që mbi 50% e popullsisë Kosovës e voton, ai e ka forcën politike për të bërë hapin e duhur, për të mos u ndjerë i rrezikuar dhe për të kërkuar me forcë, për të vendosur në qendër të agjendës lirimin e ish presidentit të Kosovës dhe të gjithë komandantëve, të cilët po vuajnë dënime të padrejta, të cilët po vuajnë në një gjykatë pa legitimitet, në një gjykatë pro-serbe, një gjykatë që i merr urdhrat dhe ashtu quajtura prova nga Beogradi. Ky është një turp të cilin nuk do ta mbajnë dot drejtuesit e Kosovës sot. Lidhur me Albin Kurtin, besoni që u tregua jo aq, le të themi, politikan sa ta kishte zgjidhur këtë krizë pa pasur nevojë të shkojë në zgjedhjet parakohshme? Nuk mendoj që përgjegjësia i bie thjesht vetëm zotit Kurti apo edhe vetëvendosjes vetëm. Sigurisht që kush ka vota më shumë ka përgjegjësi më të madhe për mirëvajtjen dhe mbarvajtjen e problemeve të shtetit dhe të popullsisë, por aty ku ka një gjyrulldi, siç e thash më parë, ka faj për të gjithë, mjaftueshëm për të gjithë. Të gjitha palët e trajtuan këtë si një lojë meskine politike për interesat e tyre të ngushta, gjë që do të ishte e pranueshme në një kontekst tjetër, sepse në politikë njerëzit janë për të fituar, në politikë njerëzit janë për të ruajtur interesat e grupimeve përkatëse dhe në një përballje të tillë ku ke kundërpesh kushtetutën, e cila nuk lejon që presidenti të zgjidhet me një shumicë të pacilësuar, atëherë sigurisht që të gjitha armët në politikë duhen përdorur. Mirëpo, konteksti i Kosovës dhe konteksti i Kosovës në këtë pikë është veçanërisht
i papërshtatshëm për këtë. Kosova gjendet në një udhkryq jashtëzakonisht shumë të madh, gjendet përpara disa trysnive shumë të mëdha, ku ne duhet vepronim gjithë bashkë si shqiptar. Fatkeqësisht nuk kemi as në Shqipëri, as qeveri dhe as opozit që ta mbështes realisht Kosovën, askush nuk e do Kosovën, kështu që Kosova fatkeqësisht ka mbetur vetëm e mbështetur tek populli i Kosovë, populli shqiptar në Kosovë, dhe segmentet forta të popullit shqiptar në Shqipërinë londineze, sepse paria e Tiranës është ajo që e ka tradhtuar kauzën, nuk është populli shqiptar. Por, duke thënë këtë, kam bindje që ky është një gabim i madh. Kjo ishte një mungesë e madhe përgjegjëshmërie e qeverisë, Albin Kurtit, por dhe të gjitha palëve të tjera, të cilët nuk mbërritën dot të gjejnë një gjuhë të përbashkët për të krijuar atë që do të ishte një mburojë sa më e fortë për interesat e popullit shqiptar në Kosovë. Ajo që duhet na interesojë tani më nuk është çfarë posti ministri apo çfarë tenderi mund t'i japim për të fituar ndonjë lek. Ajo që duhet na interesojë tani është thjesht e ardhmja e Kosovës, e ardhmja e Shqipërisë, e Bashkimit Kombëtar, të cilin fatkeqësisht vendosë duket se e ka harruar për shkak të problemeve politike që ka me kryeministrin e Shqipërisë londineze, por kjo duhet ishte agjenda dhe kjo duhet ishte në qendër të çdo lloj debati politik. Nëse Tirana nuk është më qendra që drejton agjendën e shqiptarëve, nuk ka asnjë arsye pse të mos jetë Prishtina, Shkupi, Tetova e të tjerë. Pra kjo përgjegjësi nuk i mbetet më, nuk është më thjesht çështje e problemeve të parisë Tiranës, e cila është një pari anti-shqiptare, por është një përgjegjësi që i bie mbi krye edhe Parisë në Prishtinë. Griti, për herë të parë që pas arrestimit është shfaqur Ilir Meta. Ka pasur mjaft reagime lidhur me po themi shfaqjen e zotit Meta dhe madje kanë shkuar deri aty sa shumë qytetar, njerëz, le të themi publik, kanë qenë, le të themi, jo shumë dashamirës me pamjen që ai ka pasur dhe kanë shkuar deri aty sa të kërkojnë edhe ndoshta një masë sigurie pak më lehtësuese ndaj zotit Meta. Si e keni parë reagimet që kanë ardhur pas shfaqjes që zotit Meta në pas xhamit të gjykatës së posaçme? Shikoni, unë nuk jam sadist dhe pamja e vajtueshme e çdo lloj njeriu më sëmbon në zemër dhe nuk kam asnjë lloj ndjesie që më bën të ndjehem mirë kur shoh dikë që duket keq në kamera. Mirë po, duhet kemi pak më kujtesë më të thellë. Në radhë parë duhet shohim se për kë po flasin, në radhë dytë po shohim çfarë përfaqëson zoti Meta. Tani zoti Meta si njeri dhe si njeri në politik nuk është i njëtrajtshëm, ka sigurisht edhe ai momente ku ka kryer gjën e duhur, ku ka bërë gjën e duhur, po mendoj këtu luftën e Kosovës. Mirë, po në përgjithësi zoti Meta është një pjesë e fortë, e madhe, e pashlyeshme e Parisë së Tiranës. Dhe vepra e tij është vepra e Parisë së Tiranës. Pra ai është një nga njerëzit më thelbësor, më kyç që e ka bërë Parinë e Tiranës kjo që është sot. Paria e Tiranës është një grupim anti-shqiptar që ka vjedhur, që kanë bazë vjedhjen, përvecimin e pasurisë së shqiptarëve, që i ka përzënë shqiptarët, pra nuk është thjesht Edi Rama që i përzë shqiptarët. Edi Rama është kryetari i qeverisë, tani më është një diktator i cili zgjidhet me votat e njerëzve, por që vepron si një diktator pa asnjë lloj shtrëngese. Nuk është i vetmi fajtor. Fajtor për ikjen e shqiptarëve janë të gjithë bashkë, sepse të gjithë bashkë kanë përfituar nga gjaku i shqiptarëve. Një nga këta është Ilir Meta. Pra nëse do të fillojë të na vi keq për njerëzit që kanë dëbuar me qindra e me miliona shqiptarë, me njerëzit që kanë vjedhur pasurinë e shqiptarëve, me njerëzit që e bëjnë Shqipërinë atë vend me aq shumë probleme, me aq shumë potencial, po që ka aq shumë probleme sa njerëzit ende sot vijojnë të ikin. Një njeri i cili ka kontribuar thelbësisht në hajnin dhe në poshtërsinë
asaj që është sot qeveria, opozita dhe e gjithë politika në Tiranë, më duket pak, jo vetëm naivitet, po më duket pak budallallëk, që t'jemi sinqert, që t'na vi keq për gjendjen në burg të zotit Meta. Kuj do t'i vi keq për ata djem e vajza nënash që janë detyruar të largohen? Kuj do t'i vi keq nëse na vjen keq për Ilir Metën dhe për figurën e tij të vajtueshme në burg? Kuj do t'i vi keq për mijëra dhe qindra mijëra shqiptar të cilët gjenden në Shqipëri sot si në një burg gjigant dhe nuk kanë asnjë lloj rrugdalje përveç se të prostituohen përpara Parisit të Tiranës. Dhe kur them prostituohen, flas edhe në kuptimin e drejt për drejt, po edhe në kuptimin jo të drejt për drejt, të vihen në shërbim Paris Tiranës. Pra, nuk do të ngutesha dhe të filloja ta merrja emocionalisht. Ishte një pamje që sigurisht nuk ishte një pamje që duhet na japi gëzim, por nuk ka pse të na vi keq për Ilir Metën. Ilir Meta e ka bërë vetë shtratin ku fle, e ka krijuar vet atë lloj sistemi dhe është duke paguar. Dhe nesër nëse Ilir Metës i jepet mundësia sërish, do të rikthehej në politikë me një vrull edhe më të papar dhe do të bënte po të njëjtat gjëra sepse nuk ka treguar në asnjë moment pendes, nuk ka treguar në asnjë moment që ka reflektuar në burg. Përkundrazi është duke u marrë me çështjen e tij si ishte një pjesëtar i denj i Parisit të Tiranës. Pra, nuk më vjen keq politikisht për Ilir Metën, madje do të thoja që dënimi është shumë i butë. Ilir Meta duhet paguaj për shumë çka, atij duhet t'i bashkohet Edi Rama, duhet të jenë në qelit ngjitur, që ndoshta edhe të bëjnë pak boks në mëngjes, dhe Sali Berisha, megjithëse me moshën që ka, ndoshta Sali Berisha duhet ishte në një qeli në vete. Po këta të tre duhet ishin të gjithë bashkë në nënhekur dhe nuk duhet na vi keq për ta. Drejtësia nuk duhet të ketë as syze, nuk duhet të jetë krejtësisht qorre. Ashtu siç ka trajtuar mira shqiptar, të cilët i ka futur në përburgje sepse dilnin dhe shiqnin një tuf presh në trotuar, meritojnë të gjithë këta të jenë burg për një kohë shumë më të gjatë dhe madje duhet të rikthyer të gjitha pasuritë popullit shqiptar që këta i kanë vjedhur në mënyrë të paturpshme. Këta dhe ato oligarkët që ka pardisën sot rrugëve të Tiranës, të gjithë ata duhet sekuestruar çdo pasuri e vënë pa mund. Pasuria nuk është krim. Dhe të jesh i pasur nuk është krim. Ka njerëz në Shqipëri që kanë vënë pasuri me punë, atyre bravo i qoftë, atyre duhet hequr kapelja. Po shumica e tyre janë këtyre oligarkëve që dalin nëpër media, që zotrojnë media, i kanë me vjedhje, i kanë bërë me poshtërsi, i kanë bërë duke shitur interesat shqiptare. Këta jo burgu, po këta meritojnë që t'u merret gjithçka. Edhe zotit Meta unë do kisha dëshirë që t'i merrej gjithçka. Po kam frikë se është një farsë e madhe dhe duhet na vi keq për figurën e tij ndërkohë që ai ruan pasurinë e vet. Gridi, sa gjasa ka që le të themi në një të ardhme edhe zoti Rama të jetë në bankën e të akuzuarve? Është një pyetje që e bëni shpesh, të cilës i përgjigjem në mënyra të njëjta, të ngjashme çdo herë që flasim, por që duhet të theksoj diçka ndoshta pak më ndryshe sot. Shumë njerëz në Shqipëri, ose haptas, ose nën rrogoz, si i thon fjalës popullore, dëshirojnë që të gjejnë shpagim tek arrestimi i zotit Rama. Siç e thash më parë, për mua duhet kishte një qeli të prenotuar për zotin Rama dhe për zotin Berisha në atë burgun ku është Ilir Meta, madje unë do t'i çoja në Reç me regjimin 40 bis. Do t'i çoja aty ku janë kriminalët më të rrezikshëm. Problemi është që në mënyra se si mbërrihet te kjo është që të mbështetet drejtësia, mbështetet ajo që po bën Spaku, sigurisht pa i mbyllur syt, se edhe Spaku është i përbërë nga njerëz, edhe Spaku dhe gjykata GKK-ja janë të përbëra nga njerëz, sigurisht që vettingu ka lënë, nuk ka situar gjithçka, ka lënë brenda sistemit njerëz të cilët ndoshta nuk duhet ishin, e të tjera. Asgjë nuk është perfekte në këtë botë. Mirë, po me veprimtarinë e vet, me gjetjen e parave, me nxjerrjen e gjithë vjedhjes
jo të gjithës, një pjesë të vogël deri më tani, të vjedhjes që kanë bërë këta, spaku është duke bërë hapat e duhur. Duhet që shqiptarët të ndjekin hapat e duhur. Duhet ta abandonojnë, ta braktisin një pari kaq kriminale dhe jo t'i japin votën, jo t'i dalin nëpër mitingje dhe jo të hedhin bomba molotov për hir të saj, duke thënë se po bëjmë opozit e të tjera. Unë konstatoj që ka shumë lëvizje, pra populli e ndjen, populli nuk i beson më kësaj parie, kjo parie ka kryer misionin e vet historik dhe është në grahmat e saj të fundit. Problemi që shoh unë është se si do t'i vi fundi. A do t'i vi fundi me traumë për shqiptarët, apo do t'i vi fundi me transformim të brendshëm, ku shqiptarët me guxim do t'i thonë kësaj parie mjaft më, jo kemi dhënë besimin ju aq herë sa e keni abuzuar dhe nuk kemi më besim tek ju. Shoh që ka disa përpjekje brenda Shqipërisë për qasje ideologjike, të bazuara jo tek njerëzit, por të bazuara tek idet, janë përpjekje të mira, pavarësisht se çdo gjë brenda kontureve të Parisë së Tiranës është e kapur, e kontrolluar dhe e ndohtur nga paria vetë, sepse paria kontrollon çdo fije të sistemit politik e shoqëror në Shqipëri, por është një indikacion i mirë që po fillojnë njerëzit të kuptojnë që nuk ka më qasje simpliciste, të thjeshtëzuara, jemi kundër këtij ose kundër asaj, ose qasje idiote siç është lufta ndaj komunizmit në këtë pikë. Komunizmi ka disa dekada që nuk ekziston më as ideologji dhe as në praktik. Komunistët më të mëdhenj janë tani oligarkë dhe madje një nga komunistët e kemi prej 30 e sa vitesh kryetar të opozitës. Kështu që nuk është më lufta ndaj komunizmit ajo që duhet të ndez ndjenjat e urrëties së njerëzve. Duhet të jetë padrejtësia, duhet të jetë ajo që na ka bërë kjo pari, ajo që na ka vënë në këtë pozicion ku sot shqiptarët, pavarësisht se kemi mall e gjë shumë më tepër se sa kishim, kemi shumë më pak siguri, kemi shumë më pak mbështetje nga institucionet tona, nuk kemi më besim te institucionet tona, njerëzit vuajnë, njerëzit duan të ikin, njësoj siç ishte në vitin 90. Kjo duhet na bëjë të mendoj që çfarë bëm gjithë këto vite, ku e çuam këtë vend gjithë këto vite dhe si dilet nga kjo rusëzgjidhje. Sigurisht që paria e Tiranës është fajtore, sigurisht që është kriminale, sigurisht që me këta nuk ka zgjidhje. Duhet një zgjidhje tjetër, duhet një zgjidhje me bazë kombëtariste sipas meje, e cila duhet të ngjizet brenda popullit. Pra, për t'i dhënë një përgjigje të shkurtër të fundit pyetjes tuaj, zoti Rama e ka vendin bashkë me zotin Meta, po duhet që këtë ta bëjnë shqiptarët. Nuk bëhet me frym peshku e nuk bëhet duke pritur që të vijë as Amerika, as Rusia, as Kina, as Bangladeshi, aq më pak Bangladeshi, të na japi na japi llokum në tepsi. Griti, kohët e fundit ka pasur një përplasje mes zotit Rama dhe Elisas Spiropalit, ku kjo e fundit ditën e djeshme pati një reagim mjaft të ashpër, le të themi, në rrjetin e saj në Facebook, ku ndër të tjera kritikoi mënyrën se si po qeverisë dhe mënyrën se si zoti Rama po e drejton Partinë Socialiste. Çfarë realisht po ndodh mes tyre dhe kjo është një përplasje e vërtetë apo është një, le të themi, lejim nga zoti Rama që Elisa Spiropali të dalë nga radhët e tij dhe të bëj këtë zhurmën, le të themi, sikur Partia Socialiste, po themi, është e lirë dhe në këtë parti ka zëra kundër. Nuk mendoj se kjo i shërben, do t'i shërbente zotit Rama, pra nisur nga ky gjykim, nuk mendoj se zonja Spiropali është e futur për t'i shërbyer kryeministrit aktual. Unë mendoj që zonja Spiropali ka shtytje dhe mbështetje në disa segmente të Partisë Socialiste, segmente, po themi, jo të vjetra, po antike Partisë Socialiste, dhe mendon se mund të jetë alternativa, duke e parë se sa fort ka rënë figura e kryeministit Rama, se siç dihet, pavarësisht asaj aureolës së pushtetit që ai përpiqet të japë në popull, aksionet politike të Edi Ramës kanë marrë fund. Edi Rama është një politikan që nuk ka të ardhme, është një politikan që ka shkruar vetë fundin
e periudhës vet, është thjesht çështje kur do të ndodh dhe në ç'më mënyrë do të ndodh, dhe kjo është ajo që e shqetëson kryeministrin sot për sot. E di që nuk i vjen nga kjo opozit pseudo opozit me të cilës ja ka bler gjakun jo një herë, po 99 herë, të cilën e mban me tendera, të cilët ata që dalin dhe organizojnë edhe që ngrenë gishtin me qafën shtrembur në përmitingje, janë të bler 39 herë me tendera, me biznese për baxhanak, për vëllezër e të tjerë. Pra të gjithë këta bëjnë kot. Bombat Molotov janë thjesht për show, janë thjesht klounad që bën e ashtu quajtura Partia Demokratike për të mbrojtur familjen Berisha. Kjo është i vetmi objektiv real i të gjithë atyre protestave dhe atyre gjërave. Nuk ka të bëj fare as me demokratë të thjesht, as me marrjen e pushtetit. Pra nuk rrezikohet nga ata zoti Rama. Zoti Rama rrezikohet nga trysnia që i vjen nga jashtë dhe nga trysnia që krijohet brenda për brenda nga këto lloj çarjesh, si kjo e zonjës Spiro Pali. Pra, teoria na mëson që kudo që ka presion, krijohen çarje, dhe në këto çarje mund të hyj ujë, mund të hyjnë pykat, mund të hyjë shumë çka, bëhet më e thjeshtë pastaj për të rrëzuar një diktatoruc nga froni. Se kush e ka këtë agjend, unë nuk mund ta them me siguri sepse nuk kam ato lloj informacionesh, po duket qartë që trysnia mbi kryeministrin shqiptar është duke u bërë përtitje më e fortë dhe sigurisht që ka disa vite, nuk është e re, që ai ka humbur aksionet pozitive në Perëndim dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, mendoj unë, prej kohësh e njohin dhe e dinë se kush është. Pavarësisht se gjitha shtetet e huaja ju duhet të merren me kryetarin e shtetit, me njerëzit që drejtojnë shtetin në Shqipëri, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ky person ka qenë kryeministri Rama. Tani ti kthehem pyetjes së drejt për te kontekstit. Zonja Spiro Pali është duke kundërshtuar kryeministrin. Mirë, po duhet i bëjmë vetes dy pyetje. Në radhë të parë, a ka pranuar ndonjë faj zonja Spiro Pali dhe po përpiqet që të rinovoj Partinë Socialiste, ta rikthej në një parti të majtë, që nuk është më, është një parti oligarkike tani më. Po përpiqet që të bëjë një qasje ideologjike që fillon tek vetja, duke thënë që unë jam ajo që kam bërë këtë. Unë, jo qeverisja, jo zoti Rama, jo mënyra se si po qeveriset. Të filloj të thotë që unë e kam bërë këtë, unë i kam shërbyer kësaj agjende, e kam bërë për arsye 1, 2, 3, 4, po nga sot e tutje unë nuk jam më pjesë e kësaj agjende, çfarëdo që të ndodh. Këtë nuk e shoh, edhe nuk pres që ta shoh, sepse zonja Spiro Pali po i qaset edhe kundërshtisë me të njëjtat mënyra të Parisë së Tiranës. Pra po i qaset së brendshmi, po i qaset nga pikpamja e kapjes së strukturës ose të një pjese të strukturës. Dhe nëse e marrim me mend që mund të jetë e suksesshme në këtë, që mund të ketë disa lidhje të cilat e bëjnë suksesshme në këtë, ajo që ndodh është që Elisa Spiro Pali krijon një parti në vete me disa militantë të cilët janë të pakënaqur nga regjimi i Edi Ramës dhe krijojnë një pjesë tjetër politike, një partiçk tjetër politike, e cila ndoshta edhe mund të krijojë probleme numerike për Edi Ramën, po e cila menjëherë pas zgjedhjeve apo marrjes së forcës politike do të fillojë të kryejë pazare. Do të fillojë të bëjë pazare sepse qëllimet objektivat nuk kanë ndryshuar. Këtë po vendukje unë zonja Spiro Pali, e cila ka qenë kryetare kuvendi, ka pasur gjitha mundësitë që këtë gjë ta shohë kur ishte në pushtet. Fakti që e pa tani që e hodhën tutje si leck të përdorur, tregon që ky është një veprim reaktiv dhe jo aktiv, nuk është reflektiv. Nuk ka reflektuar mbi pamundësinë e ecjes përpara në këtë lloj sistemi zonja Spiro Pali. Thjesht janë prishur interesat e klanit që përfaqëson. Ndërkohë mos harrojmë që zonja Spiro Pali ka përfituar mjaft nga ai pushtet. Pasuritë e saj, me sa thot media, nuk janë të konsiderueshme. Të njerëzve afër saj, të tjera, madje edhe në pamje ka ndryshuar mjaft dukshëm. Kështu që nuk do të kisha shumë besim
tek një lëvizje e tillë, i shërben mediatikisht, zhurmës së madhe për të mbajtur popullin me gallat. Është një lloj Big Brotheri politik, dhe fatkeqësisht shqiptarët janë duke rënë pre. Kjo është një lloj skllavërie mendore e popullit, i cili bie pre këtyre gjërave shumë kollaj. Kemi tani më Monika Kryemadhi në Big Brother dhe harrohet që është një nga hajdutet më të mëdha të Parisë së Tiranës, harrohet që atë pamjen e bukur dhe të kuruar, siç thuhet me gjuhën jo shqip, se nuk është shqip ajo fjalë, po nejse, e ka me parat dhe me gjakun që i ka vjedhur shqiptarëve, pavarësisht se ishte nga një familje jashtëzakonisht shumë e nderuar dhe mund të ishte kundërpesh e Parisë Tiranës. Jo, ishte një nga pjesëtarët e saj më aktive që ka lëvizur majtas djathtas, nuk ka pasur asnjë lloj parimi përveç se paras lekut, dhe tani po përpiqen që të ruajnë lekët e tyre. Pra, ky lloj Big Brotherizmi që e mban peng shoqërinë shqiptare, e mban skllave shoqërinë shqiptare, duhet përfundoj. Por fatkeqësisht zonja Spiro Pali po shërben interesat e saja personale, legjitime, se çdo kush ka drejt që të hedh hapan politik, duke krijuar këtë lloj show. Nuk besoj që është real. Gridi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime, faleminderit juve.